Zoti Evarist, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Kryeministri Rama mbajti një fjalim afro 100 minutësh para deputetëve të tij të mbushur me krahasime, metafora, ironi dhe akuza, por nuk pati një mesazh të drejtë për drejtë me atë që mungonte në mbledhje me Belinda Ballukun. Mendoni se kjo do të guxojë qeveria të hap rrugën spak për arrestimin e ministres së pezulluar? Shiko, çështja nuk është a do të guxoj. Çështja ose pyetja duhet shtruar ndryshe. Unë besoj se duhet shtruar në sensin që a jemi ne në një republikë të barazisë para ligjit, a respektojnë këtu standardet e duhura sa i takon gjykimit, po dhe prezumimit të parimit të pafajësisë në Republikën e Shqipërisë. Kështu që në një demokraci funksionale politika nuk duhet bëhet asnjëherë barierë apo pengesë ndaj drejtësisë, gjykoj unë. Por gjithmonë duhet ta lejoj drejtësinë që të bëj punën e saj. Kryeministri po më thuaj. Kryeministri u ndal gjatë edhe te drejtësia duke akuzuar prokurorët dhe gjykatësi që po e keshpërdorin besimin e dhënë dhe që po ndërhyjnë brutalisht në pavarësinë e qeverisë. Është ky intimidim? Shiko, çdo pushtet ose çdo individ i përfshirë në politikë mund të apo në media, kudo, në akademi mund të bëj kritika, mund të shpreh konsiderata sa i takon aktorëve politik, mediave ose mënyrës se si funksionon sistemi sot në Republikën e Shqipërisë. Dhe patjetër që ka problematika, të cilat e duhen evidentuar her pas here nga të gjithë ne, por unë gjykoj që duhet jemi dhe të kujdesshëm patjetër. Duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe në mënyrën se si adresojmë këto kritika, se si i artikulojmë në hapësirën publike. Sepse dhe perceptimi ndonjëherë, perceptimi që krijohet në opinionin publik mund të na çojë në prezumime të cilat të bëjnë të mendosh që kjo është një formë presioni apo një formë intimidimi. Unë gjykoj që sot në Shqipëri patjetër që drejtësia nuk është ideale, drejtësia nuk është në nivelet apo në standardet që do duhet të ishte, dhe reforma ka pasur probleme dhe po shfaq edhe aktualisht që po flasim probleme, po është një reformë që është e domosdoshme dhe duhet përkrahur, duhet mbështetur përmirësimi, po flasim, sistemit të drejtësisë. Por që gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm, gjykoj, dhe duhet ndihmuar më shumë se sa vetëm kritikuar. Rama po ashtu mori në mbrojtje Mirlinda Karçanaj dhe i cilësoi të pavërteta akuzat ndaj saj. Pse po i mbron Rama ata të cilët kanë telashe me drejtësinë? Shiko, asnjëherë askush nuk duhet të akuzuar ose prezumuar i fajshëm për aq kohë sa nuk ka një vendim gjykate i formës prerë për më tepër, i cili është shpall fajtor ose jo fajtor. Por nga ana tjetër, në rastet që ju përmendni, mund të jenë për arsye personale, marrëdhëniesh apo raportesh të caktuara që krijuan ndonjëherë midis njerëzve, por thënë kjo, në asnjë rast këto konsiderata nuk duhet dhe nuk mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë, sepse gjykata patjetër që është e pavarur dhe gjykon dhe vepron bazuar në prova, bazuar në fakte. Dhe ne duhet të kërkojmë dhe duhet të mësojmë me këtë lloj mënyre të bërit drejtësi në Republikën e Shqipërisë. Kryeministri është rikthyer edhe akuzave ndaj mediave duke rikthyer epitetin e hershëm tenxhere. A mendoni se përmes akuzave ndaj medias dhe opozitës kryeministri Rama apo tenton të shmang vëmendjen nga problemet e korrupsionit? Patjetër që mediat, opozita në një sistem demokratik janë mekanizmat që të kontribuojnë në balanca, në kontroll pra të pushtetit të mazhorancës, por unë gjykoj që duhet parë dhe duhet shqyrtuar dhe roli i secilit, a e kryen secili prej tyre rolin siç duhet në këtë demokracinë tonë. A janë mediat lartësinë e detyrës, a është opozita në lartësinë e detyrës, patjetër që ka vend për përmirësime, gjykoj, por nga ana tjetër dhe këto kritika ndaj mediave të caktuara që ne biem dakord, jo të gjitha janë aq profesionale sa duhet të ishin në disa raste. Dhe këtu jo për të mbrojtur kënd, këtë e them në përgjithësi, sepse vjet re që mungon ndonjëherë
mënyra e dur e trajtimit të çështjeve në standardet e dura dhe të një gazetarie profesionale. Pastaj sa i takon epiteteve apo etiketimeve, kjo është një diskutim tjetër. A i shkojnë për shtat apo jo? Mos të harrojmë që këto terma kanë qenë në Shqipërinë tonë, nuk është se janë krijuar tani më. Është Qikonica që e ka përmendur i pari këtë termin kazan, në çka kam lexuar unë, nuk është një term që është shpikur vitet apo kohët e fundit, dekadat e fundit, pra flitet që në fillesat e gazetarisë apo të prozës shqiptare, që këto terma janë hedhur në mexhelisin apo në arenën e debatit publik. Dhe e kam lexuar pra këtë term, për shembull Kazanin e përmendte për herë të parë te Fajkonica. Por nga ana tjetër kjo duhet të shërbej për të ndërgjegjësuar gjithë secilin që ta bëj punën e tij ashtu siç duhet, me profesionalizëm, dhe rolin që ka në një sistem demokratik. Media duhet ta luaj në standardet e duhura. Dhe do thoni ju, a janë të gjithë aktorët në nivelin e duhur? Unë do thoja që të gjithë kanë mundësi përmirësimi, sepse ne jemi një demokraci në zhvillim e sipër, dhe secili nga aktorët e rëndësishëm, ku dhe media ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe ndonjëherë quhet pushteti i pestë në një demokraci, duhet që të jetë ka përshtypje në një nivel tjetër, dhe besoj se ka përmirësime dhe mund të ketë dhe akoma më shumë në të ardhmen. Në fundjavë, Partia Demokratike dhe Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj kanë lajmëruar protesta. Pse nuk po i lëkundin ato pushtetin? Shiko, tani kjo është një çështje, kjo punë e protestave në Shqipëri meriton në një analizë më vete, por për të përgjigjur pyetjes tuaj, unë do thoja ka që protestat nuk kanë efekt thjesht dhe vetëm kur janë drejtuar kundër X-it apo Y-it apo kundër dikujt. Protestat kanë efekt kur paraqesin përveç të tjerave dhe një alternativë. Një alternativë, pra jo thjesht kërkojnë rrëzimin e dikujt dhe ngritjen e dikujt tjetër, por kur japin dhe alternativë zvendësimi. Pra shqiptarët sot nuk duan thjesht rrëzim, por duan zvendësim. Pra a janë lartësinë e dur këta që pretendojnë të rrëzojnë dikë, që ta zvendësojnë dhe të bëjnë diçka tjetër më mirë nga kjo që kemi parë deri më sot në këtë Shqipërinë tonë të dashur? Kjo është pyetja që unë do shtroja para të gjithëve, këtyre aktorëve të tjerë që pretendojnë vetëm të rrëzojnë dikë, po a janë në gjendje dhe ta zvendësojnë si duhet më pas, dhe të përmirësojnë jetën e gjithë secilit prej nesh që kemi zgjedhur të jetojmë në këtë vend. Çfarë duhet bëhet më tepër sipas gjykimit tuaj? A intereson Berishës se largimi i Ramës apo synon të ruajë status brenda Partisë Demokratike? Çështja aktualisht nuk është thjesht vetëm te emrat e radhës. Çështja është që a ka hyrë Shqipëria në një fazë aktualisht, në një fazë ku drejtësia ka hyrë në një rrugë të pandalshme nga askush, pra as nga politika dhe nga askush tjetër. Pra a kemi arritur ne sot këtë ditë, dhe ky është një test. Dhe rastet që po gjykohen së fundmi dhe po debatohen në opinionin publik dhe në forumet mediatike, politike, shumë e radhë. Pra, a kemi hyrë ne në këtë rrugë? Sepse është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme kjo për një demokraci funksionale, dhe unë uroj që ne të jemi në rrugën e mbarë, dhe besoj se kemi bërë goxha hapa përpara. Janë bërë në këto vitet e fundit, pavarësisht problematikave të reformës në drejtësi, mos të harrojmë dhe progresin të vlerësuar ndërkombëtarisht. Dhe kryesisht ai ishulli i SPAK-ut, pra nuk duhet lënë një ishull i izoluar, por duhet bërë një model, një shembull i mirë funksionimit të organeve të drejtësisë. Dhe për këtë besoj kemi të gjithë një rol për të luajtur. Si qytetarë të këtij vendi duhet të japim kontributin ton kudo për ta përmirësuar sistemin, dhe nuk duhen fshehur dhe problematika, dhe duhet diskutuar për to dhe publikisht, patjetër pa pasur frikë, por dhe kritika duhet të jenë të shëndetshme, gjykoj. Dhe me synimin gjithmonë për të përmirësuar sistemin, jo për ta sulmuar, për ta intimiduar, apo për ta nxjerrë na shinat na binarët. Jo, për ta përmirësuar, sepse besoj se progres ka. Progres ka. Dhe Shqipëria po përjeton sot që po flasim ngjarje apo zhvillime që nuk ishim imagjinuar para disa vitesh. Mos ta harrojmë këtë fakt. Pra kemi para organeve drejtësisë personazhe jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë mexhelisin ton politik. Patjetër personazhe të konsumuara politikisht, aktorë që janë lodhur duke luajtur të njëjtin rol pafundësisht, dhe që ndoshta do kishte qenë më mirë që
ta kishin bërë daljen nga skena në mënyrë tjetër, por kanë zgjedhur këtë rrugtim të do përballen me drejtësinë dhe aty ta kërkojnë fajësinë ose pafajësinë e tyre. Zotëri Varis, faleminderit shumë për kohën edhe përgjigjet tuaja. Faleminderit juve dhe do doja të jepja edhe një mesazh të fundit. Po, patjetër. Dhe do thoja vetëm këtë që Shqipëria sot nuk ka nevojë thjesht dhe vetëm që drejtësia të duket e fortë, por drejtësia duhet duket e pandalshme. Dhe duhet të arrijë të ditë që në Republikën e Shqipërisë duhet të arrijmë të gjithë të ditë të kemi një republikë të barazisë para ligjit. Për këtë duhet luftojmë të gjithë. Pra të gjithë qytetarët të jenë të barabartë para ligjit, ashtu siç e thot edhe kushtetuta jonë në fund të ditës. Faleminderit juve edhe një herë. Faleminderit.